Partia Demokratike ka dorëzuar një kallëzim pranë prokurorisë së posaçme kundër kryetarit të Bashkisë Maliq Gozim Topçiu për aktivitete të palishme që përfshin asfaltin elektoral, tendera dhe punësime me qëllim elektoral. Në një deklaratë për mediat, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Korç, Ivi Kaso, i bëri thirrjes pak të hetoj pasi veprimet e kryebashkiakut të Maliqit synojnë të ndikojnë në mënyrë të palishme në fushatën elektorale. Partia Demokratike denoncon në SPAK Gzim Topçiun, kryetarin e Bashkisë Maliq, për aktivitetet të jashtëligjshme, siç janë asfalti elektoral, tenderat elektoral, punësimet elektorale. Të gjitha këto aktivitetet ndaluara me ligj, me kodin zgjedhor, me kodin penal, pasi tentojnë të ndikojnë në rezultatin elektoral në favor të Partisë Socialiste. Të gjithë ata kryetarë vendor, të cilët mendojnë se mund të ushtrojnë pushtetin e tyre për të garantuar rezultatin elektoral të Partisë Socialiste, e sapet i kanë bërë gabim, i kanë bërë pa qytetarët, i kanë bërë pa marrë parasysh ligjin. Partia Demokratike është në këmbë dhe po monitoron çdo sjellje e tyre të jashtëligjshme, të cilën do t'ia referojë organeve të drejtësisë, sikundër po bën për ditë, në mënyrë që të mos guxojë askush që të përdori burimet shtetërore për të marrë rezultatin elektoral. Kryebashkiaku i Maliqit pranoi se ka hapur procedura për rekrutim stafi në periudhë zgjedhore, ndërsa për asfaltin elektoral justifikohet se tenderat janë bërë 4 muaj para zgjedhjeve. Nga ajo që më kanë treguar bëhet fjalë për 2 momente. Një moment ka të bëjë me punësime në periudhë zgjedhjesh dhe momenti i dytë me investime publike në territor apo prokurime publike. Dua të sqaroj që ne me një urdhër të nxjerrë nga ana ime i kemi pezulluar të gjitha punësimet e reja. Këtë mund ta verifikoni në institucionin e bashkisë. Momenti i dytë ka të bëjë me investimet të cilat janë investime të miratuara me vendim të Këshillit të Bashkisë që në vitin 2024 janë procedura normale standarde, nuk kemi bërë shtesa në periudhën që ka të bëjë me periudhën 14 të zgjedhjeve, kështu që është një punë normale e bashkisë. Por pavarësisht deklaratave të kryebashkiakut të Maliqit, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Korç, Ivi Kaso, paralajmëroi se po mblidhen fakte në terren me qëllim dokumentimin e çdo shkelje të kodit zgjedhor.